Promovimi I trashëgimisë kulturore dhe ndërgjegjësimi I të rinjve për vlerat kombëtare ishte në qendër të aktivitetit të zhvilluar në shkollën 9-vjeçare Naum Veçilarxhi në Korçë, me temën Trashëgojmë traditat tona. Aktiviteti përfshirë një sër elementësh që pasqyrojnë kulturën popullore shqiptare, si gatime tradicionale, veshje me materiale të riciklueshme, kënd me orendi të vjetra familjare dhe një program artistik. Ne sot po organizojmë një aktivitet me titull Traditas tona, trashëgojmë traditat tona dhe jemi munduar që nëpërmjet këtij aktiviteti të trashëgojmë traditat tona tek brezi I ri, sepse traditat janë identiteti I një populli. Pjesa e aktivitetit, siç e shikoni, është gatimi, pjesë e zakonit e traditës rrethit Korçës, me gatime të shëndetshme. Gjithashtu kemi riciklimin, ku vajzat kanë sfiluar me mjetet ricikluar. Nga ana tjetër kemi dhe pjesën e traditës siç është serenata dhe karnavalet. Nxënësit nga ana e tyre treguan për përgatitjet që kishin bërë dhe rëndësinë që ka njohja dhe ruajtja e traditave. Si fillim ne u ndam në disa grupe. Grupi I parë u mor me gatime tradicionale të vendit, grupi I dytë me veshje tradicionale dhe me veshje të riciklueshme dhe grupi I tretë me këndin, pra thonë objekte të ndryshme, orendi të ndryshme, pra gjëra antike. Po më pëlqen sepse serenatat na simbolizojnë si qytetin e Korçës, edhe ne të rinjt duhet t'i dim sepse janë simboli tonë I Korçës, serenatat. Sot kemi sjellë mjete të riciklueshme, gatime tradicionale dhe shumë objekte tradicionale të vendit tonë dhe kjo aktivitet u bë që të ruajmë traditat e vendit tonë dhe të qytetit tonë. Qëllimi I këtij aktiviteti ishte të krijohej një urlidhse mes brezave, duke sjellë në vëmendje vlerat që na identifikojnë si kombë. Përfshirja e nxënësve në aktivitete të tilla praktike nxisin krijimtarinë dhe ruajtjen e trashëgimisë materiale dhe shpirtërore.